Dhe këtu fillojnë. Çfarë do bëj të dyshosh? Jo, një e thash, përpara se ta bëhet ti pyetje. Për shembull, Jorita Tabaku futet ata që janë votuar më shumë. Okej, në rregull. Ku i mori votat zonja Tabaku? Mori në i vot jashtë lagjes së saj, mori në i vot jashtë Tiranës, mori në i vot në fshatrat e Tiranës, mori në i vot në Durrës, mori në i vot në Sarand. Pse e the këtë? Sepse ajo është një figurë kombëtare, është deputete prej disa legjislaturës, ka pozita dhe aktivitet politik si askush tjetër, dhe pse mori ajo 600 vota te lagja e Tiranës, në zemër të Tiranës, unë nuk e quaj një fitore të jashtëzakonshme. Megjithatë ajo tregon diçka, nuk është pa gjë, unë nuk dua të hedh poshtë votat që i kanë dhënë Jorita Tabakut. Por ka të tjerë, deputetë të tjerë Landi që kanë marrë shumë pak vota. Jo, do thosha përpara kësaj, ka të tjerë që kanë rënë viktimë e primare. Pse? Sepse aty ka lobingje, aty ka luftë brylash, aty ka po themi intriga, dhe kjo ekziston, dhe kanë marrë vota shumë pak, ose aq vota sa vetë nuk e pristin. Ndërsa pjesa tjetër që nuk ka marrë vota fare, lëre pasaj njëri që ishe me 0 vota që se kishe votuar as familje vetë, as babi, mami, bashortja, do dhe na është për të qeshur. Por edhe disa figura të rëndësishme të Partisë Demokratike, me 30 vota, o Bruna tani, unë jam i bindur që 30 vota tani, nëse ti si ke 30 veta në familjen tënde, në fisin tënd, për të votuar ty, pasaj mos ç'lidhje ke me politikën, pasaj ika ti në shtëpi atje. Kjo është rezultati i lobingjeve, Landi, apo është, domethënë, antarësia e Partisë Demokratike, demokratët kërkojnë një rinovim të Partisë Demokratike. Pra, nuk duan më shkurt këta deputet t'i kenë sërish në Parlamentin Shqiptar, por duan të tjerë emra. Është kjo, dhe pa diskutim që antarësia e ka dhënë një farë mënyrë përqimin e saj, sepse deputet që kanë nga 2-3 legislatura dhe ndoshta edhe më shumë, që marrin 30 vota, ai nuk mund të jetë më deputet, Bruna. Dhe është i goditje dhe një shuplak e madhe që i ka dhënë antarësia e Partisë Demokratike. Sepse ne e dim që sa turbulenca ka kaluar Partia Demokratike në këto 3 vjet, dhe sa emra që janë dhe deputet aty që s'u kemi dëgjuar një herë emrin, zërin, nuk kanë mbajtur fjalim dhe nuk kanë një bilans politik me gjithë aktivitetin e tyre, ata t'jenë më përsëri t'jenë deputet, po ku t'i shërbejnë? Aty ke emra që ne, jo në studio, jo në intervjë, nuk kanë dhënë një intervistë. A imagjinohet o Bruna që ti jesh deputet aq më tepër i opozitës dhe nuk e dhën një intervistë në karrierën tënde? Po ç'lidhje ke o zotri ik atje, bëre punë tjetër atje se s'ke punë me politikën. Sali Berisha tha që pragu nuk është vendimtar. A e zhvlerëson kjo procesin e primareve? Këtu është ajo fraza, Bruna, që thonë amerikanët so complicated. Një deputet ose jo, po një politikan që ka marrë një sasi të konsiderueshme votash dhe nuk do jetë kandidat për deputet, është të nature madhe kjo. Nga ana tjetër, zoti Berisha ka një mos kordans edhe me ato që ka premtuar, sepse do vendos antarësia, por unë e kuptoj, Bruna, ato që duhet një zonjë, 1 në 3 duhet një zonjë, sepse ai ishin rregull që se ndryshon do të Berisha ata. Por unë nuk kuptoj këtë tjetrën që përse në këto primare nuk morën pjesë edhe drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike. Se fjala vjen, zoti Bardhi, ai ishi një politikan tashmë me eksperiencë të provuar, po ka një problem me votën, sepse aty ku është i katapultuar në ndryshime statutore, nuk është aty sepse është i votuar. Sa i fuqishëm do ishte zoti Bardhi, nëse ai do të kishte me vota ato, nëse sot jo. Dhe një që aty në primare ka dalë jo shumë mirë, po ka dalë, po themi mesatarisht, ka të drejtë thot, se zoti Bardhi do jetë në vend të sigurt dhe unë nuk do jem, dhe këtu fillojnë ato problemet e primareve që nga njëherë në duken si sekondare, jo primare. Falenderoj shumë. Faleminderit Roland Qafoku që ishe pjesa e 2CNN për zhvilluar këtë bisedë së bashku sot.